Të nderuar teleshikues, përshëndetje. Unë jam Roland Qafoku dhe ky është emisioni Dekalog. Erisa Xhixho është zëvendës presidente e Partisë së Lirisë, por ndërkohë ajo është kandidate e kësaj partie dhe koalicionit Shqipëria Madhështore në zgjedhjet e 11 majit në qarkun e Tiranës. Unë do zhvilloj një bisedë sot me zonjën Xhixho për atë që quhet përgatitet për zgjedhjet e 11 majit dhe fushatën deri tanishme. Zonja Xhixho, faleminderit që pranuat ftesën dhe kemi ja 4-5 vjet pas duaj një intervistë. Po s'më ke thirrur, ç'të bëj unë. Ju Partisë Lirisë gjelet vetëm ankoheni. Vetëm ankoheni ju Partisë Lirisë. Ja, isha batut. Kisha sekretarin e partisë tuaj para dhe s'më ke ftuar më përpara. Do vetëm ankoheni. Po ne kemi lidhje tjetër. Ne jemi shumë ti e që në fillimet e mia politike që më njeh. Unë kam pasur kënaqësi dhe më vjen mirë që ke bërë një rrugtim të mirë. Faleminderit. Një rrugtim që ti e ke bërë me punë, jo me pirueta, por e vërteta është që partia juaj ka kaluar shumë lëvizje sismike, tektonike etj. Si po ecën fushata? Mirë, shumë mirë. Jemi sipas asaj mënyre fushate që ne ditë bëjmë, më mirë, der, rrugic më rrugic, duke takuar qytetarët, padyshim. Pika jone fort e këtij koalicionit është programi i Aleancës për Shqipërinë Madhështore, pra programi i Partisë Lirisë, pra 5 pikat, 5 prioritetet tona të miratuara në konventën e 27 prillit 2024, janë inkorporuar tashmë në koalicionin e Aleancës për Shqipërinë Madhështore, në programin konkret që ne po çojmë tek qytetarët. Kam shkuar nëpër biznese, kam folur dhe kam pyetur për situatën e tyre në bizneset e tyre. Mund të them që ka një problematik qoftë për konsumin i cili është ulur, qoftë për faktin që çmimet janë shumë të larta dhe kosta e jetesës është një nga problemet më të mëdha të qytetarëve. Dhe i kam shpjeguar mjaft qartë çfarë synojmë ne, qoftë me uljen e taksës, qoftë me uljen e çmimit të energjisë, uljen e karburantit gjithashtu, sepse nafta tek ne është më shtrenjta dhe konkuron me vendet europiane, ndërkohë që ne parashikojmë ulje të çmimit të karburantit që shkojnë në nivelin plus minus 10% në nivel të rajonit. Çfarë ndodh kur shkoj tek bizneset, vetëm këtë, ka një shqetësim që taksat vendore në Tiranë janë 10 fishuar, çka ndikon direkt në biznesin e tyre. Dhe politika jonë që të ketë vetëm 1% pra mos ketë taksa më shumë se 1% e xhiros është pritur jashtëzakonisht shumë mirë. Në këtë momente unë do bëj një falënderim për sponsorin gjeneral të emisionit Dekalog këtu në Dritare TV, të institucionit monetar MoneyGram Akinvest me sloganin e njohur transfero shpejt, gjithmonë më shpejt kudo dhe kurdo. Ndërkohë Akinvest, MoneyGram Akinvest kanë një njoftim shumë të rëndësishëm. Nga data 14 prill deri në 14 korrik do zhvillojë lojën promocionale Ti që transferon me MoneyGram, eja dhe fito. Për të bërë pjesë e lojës, ju duhet të kryeni një dërgesë ose tërheqje me MoneyGram brenda datave 14 prill deri në 14 korrik. Pra, nga 14 prilli deri në 14 korrik. Me 20 korrik do hidhet shorteku, do të shpallen fituesit. 6 fitues fitojnë 500 euro ose 50.000 lekë të rinj për person nëse kanë kryer 1 deri në 2 transferta. 6 fitues fitojnë 500 euro ose 50.000 lekë të rinj për person nëse kanë kryer 1 deri në 2 transferta. Dhe 2, 7 fitues fitojnë nga 1.000 euro ose 100.000 lekë të rinj për person nëse kanë kryer 3 ose më shumë transferta. Pra, 7 fitues fitojnë nga 1.000 euro deri 100.000 lekë të rinj për person nëse kanë kryer 3 ose më shumë transferta. Kryeni sa më shumë transferta me MoneyGram Akinvest, sepse do dilet fituar dhe luani me lojën eja dhe fito, ti që transferon në MoneyGram. Faleminderit edhe një herë MoneyGram për mbështetjen që jep emisionit Dekalog. Risa, fillojmë me intervistën në rrjedhën normale. Tani e kuptoj këtë që ju keni filluar, po si u ka pritur elektorati dhe nuk e kuptoj pak a shumë këtë që ju bëni një fushat, por presidenti, kryetari juaj, është i izoluar në qeli. Do të çfarë shikon që ti, sepse nuk është qisoj tani. Ilir Meta, nuk është qisoj Ilir Meta në qeli. Patjetër. Dëgjoj Roland, unë kam që 17-18 vjeç që bëj fushata elektorale dhe jam pjesë aktive e Lëvizjes Socialiste për Integrim, Partisë Lirisë sot. Padyshim që izolimi politik i Ilir Metës nuk u bë pa shkak, pikërisht për të mos qenë ai në fushat elektorale dhe mos drejtuar ai partinë apo
fuqia e tij elektorale, organizative dhe leadershipi i tij mos ishte në zgjedhjet e 11 majit, sepse mund të hetoj zoti Meta në liri dhe ka qenë gjithmonë i disponueshëm për t'u përgjigjur prokurorisë, për t'u përgjigjur institucioneve të drejtësisë, dhe sot që flasim nuk kemi asnjë akuzë penale ndaj zotit Meta, dhe mund t'ju them që nuk lejohen deputetët të takojnë zotin Meta. Ju se keni takuar asnjëherë? Jo, asnjëherë. Ke shkuar, ke bërë kërkesa, se ju jeni juriste dhe i dini këtë. Po, kemi bërë kërkesa bashkë me zotin Vasili, nuk kemi nevojë për autorizim nga prokurori, kjo më ka ardhur dhe përgjigje nga Spaku. Si ishte përgjigje? Pra nuk ka nevojë deputeti të ketë autorizimin nga prokuroria. Pra mund të shkoj dhe mund të takoj në institucionet e paraburgimit, sepse ka statusin e deputetit. Edhe sipas ligjit përkatës për trajtimin e të dënuarve në trajtimin të paraburgosurve lejohet, dhe mua më ka ardhur dhe letra nga institucioni i prokurorisë që nuk ke nevojë. E ka ndaluar Ulsi Manja dhe Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve që nuk e lejon. Duke thënë që vetë Spaku, prokurori i Spakut e lejon. Do nuk e ndalon. Nuk e ndalon dot sepse ma lejon ligji. Thjesht manjesi të drejtë. Do thënë ata e kanë pranuar këtë drejtë. Dhe zyrtarisht me shkresë. Atëherë e ndalon Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, që është me urdhër politik, absolutisht. Dhe nuk ka asnjë arsye, sepse këtu po të them vetëm kemi precedente të tjerë që ku një politikan. Edhe zoti Dule nuk u la, edhe Fredi Bejleri nuk u la të takonte zotin Meta. Jo, kemi precedente të tjerë që janë lënë, e kam fjalën unë, në Shqipëri. Unë di që po, Nuk di të ta them kë dhe për çfarë arsye, por nuk më intereson precedenti mua, më intereson ligji. Për sa kohë ligji është nëse do kishim një rast të tillë, atëherë ju kishte dhe një argument më shumë. Nuk di të them këtë, di të them që ligji është shumë i qartë, që deputeti me statusin e deputetit është i lejuar të hyjë në çdo institucion, qoftë ky edhe dhe të marrë kontakte me paraburgosur. Po patjetër, Sa ka ndikuar kjo në fushat elektorale, zonja Xhixha? Dgjoj Rison, në momentin që zoti Meta vendosi të dalë në listë të hapur, pavarësisht kundërshtimit tim personal, për vetë ne ja kemi çuar dhe me shkrim, kemi marrë një vendim kryesie që ai duhet ishte në listë të mbyllur për vetë kushtet e izolimit politik në të cilat ndodhet. Jo për fuqinë elektorale, apo për listën ja ku e kemi. Tani Erisa. Dhe ja ta sqaroj këtë moment, dhe ne i kemi kërkuar që ai të ishte në listë të mbyllur. Na ka ardhur në mbledhjen e fundit të kryesisë një letër e cila kishte një vendimarrje të parevokueshme të zotit Meta për të dalë në listë hapur. Dhe nga ai moment, padyshim që nëse sheh gjithë rrugtimin politik të zotit Meta, kjo bën sens, sepse ka qenë ai që ka bërë grevurie për listat e hapura në 2008 për ndryshimet kushtetuese, të asaj kohe që në fakt i dhan të drejtë, sepse ishin ato ndryshime kushtetuese që ndryshuan kontrollin dhe balancën e pushteteve në Shqipëri, që bën lista kryetarësh më shumë se sa deputet të cilët do t'i përgjigjeshin qytetarëve, dhe vendimarrja e tij ishte e arsyetuar me faktin që padyshim që të kërkohen sakrifica shumë të mëdha për fitore madhështore, si kundër e quan ai. Që kështu në momentin që ai e vendosi veten në listë të hapur, të gjithë po të ishte në terren, jo izoluar, do thënë Meta i ka bërë veteja. Dhe unë isha pro në atë. Por izoluar dhe të fitosh. Vendimarrja e tij ka mobilizuar jashtëzakonisht shumë njerëz, në sensin që vendimarrja e tij e guximshme dhe shumë në farë mënyrë leadership, mund ta them një vendimarrje e mirë menduar prej tij, por e pritur jashtëzakonisht shumë mirë nga qytetarët. Pra edhe pse në izolim zoti Meta nuk preferoi listat e mbyllura, po ballafaqimin me qytetarët. Kjo ka krijuar një ndjeshmëri shumë të madhe, po them që nga themeluesit, njerëzit që kanë punuar me të me vite, miqt, dashamirësit e tij, dhe një mënyrë komunikimi që ne kemi gjetur në format dhe në situatën në të cilën ndodhemi, shkruan mbi 200 letra në ditë, duke i çuar përkrahjen dhe kërkesën për mbështetje
përshëndetje për çdo qytetar. Prit, stop. Do të thonë Ilir Meta u shkruan letër personave nominalisht. Nominalisht. Shembull i dashur Roland. Po. Unë dua votën tënde. Po. E u çon letrat gjithë. Dhe ne ja çojmë të gjithë. Dhe ju i shpërndani letrat? Sa letra kanë shkuar deri tani? Nuk di të ta them, po llogaritet 200 në ditë. Në ditë. Po kur e ka filluar këtë? Që në momentin që është shpallur në listë hapur. Po tani 200 prit tani se kemi makinë llogaritse këtu. Bëjmë çik makinë llogaritse. Do thënë kur shpallën listat, të lutem ndihmoni. Po para 3 javësh, 3-4 javësh duhet të jenë shpallur. Do thënë listat kanë 30 ditë. Po. 30 ditë. Herë sa 200? 6.000 letra ka çuar Meta në këtë moment? 6.000 personave? 6.000 personave të kontakt... Në gjithë Shqipërinë? Jo, në Tiranë flas. Më fal, në gjithë Shqipërinë. Për qarkun e Tiranës. Në Tiranë, sepse ishin qarkun e Tiranës. Në qarkun e Tiranës. Do të thonë ai ka dërguar 6.000 letra? Po çfarë shkruan letra? Mos më shumë. Po mirë, kjo është Mesatarja. Po shkruan edhe ditën e diel? Mo çdo ditë po të them. Jo, e kam fjalën ju i merrni dhe ditën e diel? Ditën e diel nuk lejohet nga drejtoria e burgut, marrin ditën të premten dhe të hënën i marrin. Po. Dhe ka rezultuar një sekondë. Ato letrat ju i merrni, kush i merr letrat? I marrim sipas përcaktimeve, ai thotë Erisa Xhixho. Jo, kush i merr qeli? Kush kontakton me zot? Avokati merr letrat. Dhe juve pastaj i shpërndani. Sa ke shpërndar deri tani? Shumë. Në gjithë Tiranën. Në fshatra, Tel Aviv, në Kavaj, në Rogozhin. Kudo. Mund më tregosh një përmbajtje të një letre? Një përmbajtje i letre është padyshim që Mos më ka çuar letër një që të paktën mos më ka çuar. Do ta mbaj unë shënim, ta kujtoj se ne kemi detyrën dhe ta kujtojmë. Nuk të thash mbaj shënim, po mos më ka çuar letër se tha që i dashur Roland. E dëgjon kryetari dhe e mban shënim, sepse nuk ka mundësi të ketë telefonin, sepse databezi më i madh. Jo, databezi më i madh i presidentit është telefoni i tij. Ti e di shumë mirë kontaktin e drejt për drejt që ai ka mbajtur me qytetarët dhe me çdo. Në mungesë të tij, ne jemi munduar, porosia e tij është të kujtojmë njerëzit përveç ata çfarë kujton kryetari dhe nëpërmjet databaseve, gjërave që ne mund t'ja mundsojmë në mënyrë që mos mungoj asnjë person që të ketë kontakt me pak a shumë përmbajtja e një letre. Përmbajtja e një letre. Padyshim meraku i tij është që njerëzit që i shkruan familja të jetë mirë, që ai është mirë, i sigurohet. I dashur filan. Unë jam Ilir Meta, flas nga qelia X, po të shkruaj nga qelia X? Jo. Uroj t'jesh mirë, ti dhe familja jote, unë jam shumë mirë, edhe 20 ditë na kanë ngelur nga fitoria e 11 majit. Uroj në mbështetjen tënde dhe familjes tënde në këtë betejë për të çliruar Shqipërinë. Dhe uroj të takohemi në 12 maj. Jo, kërkon votën, voto për mua? Po, unë kandidoj në qarkun e Tiranës dhe do doja mbështetjen tënde dhe familjes tënde. Dhe votën. Po, mbështetja është votë. S'keni letra aty? Sa bukur t'ishet I kam në çantë. Qo e mund, po patjetër. Po sa e bukur. I kam në çantë. Qo po patjetër. Wow. Po patjetër, kjo është. O, Erisa. Mama Erisa, po i ke treguar ndonjëherë ti këto? Jo, nuk e kam treguar asnjëherë. Falenderoj shumë. Asnjëherë. Po për mua do t'i tregoje ti këto? Po patjetër, vetëm emrat s'po i tregoj. Jo, emrat mos i tregoj, s'ka nevojë. Por ja po t'i jap. Një letër, Ja. Ja, kjo është me zarf, ë? Po, me zarf edhe me emër. Ja, mund thjesht se nuk do ta hap, po mund ma japësh një. Po, patjetër. Po. Ora. Nuk do t'i tregoj emrat. Ja, dhe këtu është shkruar për Erisa Xhixho. Për Erisa Xhixho. Domethënë, kjo është letra, regjia, domethënë me zarf, unë e shikoj emrin, por për etik nuk po e tregoj emrin, dhe për të qenë korrekt edhe me Erisën dhe me zotin Meta, dhe këtu është letra me përmbajtjen që zonja Xhixho tregoi pak a shumë që është i njëjti tekst pothuajse. Varet në kontekste të ndryshme, sepse varet i kujton familjen. Për shembull, kisha një rast nga Kuksi. Varet nga rrethanat që ai ka. Nga rrethanat, për një familje nga Kuksi, kujtonte aeroportin e Kuksit, apo ngjarje të cilat e lidhin me atë komunitet, apo me komunitetin e Skraparit, apo... Prit, se do të shkresu në të. Tani, ti e di që sa qefe ka Ministrinë dhe Arkivin. Ajo letër mbas 100 vjetëve do vlej shumë. Do të lutesha një nga ato letra do marruash të më japësh më kur t'ia dorëzosh personit, i thotë do t'i jap një arkivisti, do t'i thosh. Lëri një gazetar, një arkivisti. Dhe unë do ta ruaj në arkivin tim atë letër origjinale. Patjetër. Është një moment. Edhe çfarë më kanë thënë këtë që më thua ti, ma kanë thënë qytetarët që unë ja kam dhënë, dashamirësit, që unë do ta vën kornizë,
që unë do ta ruaj për gjithë jetën. Kam parë burra që emocionohen dhe përloten para kësaj Unë letre. do ta vë, po do ta arkivoj. Ti arkivoje, unë po të them ndjeshmëritë që ka krijuar ky komunikim i veçantë. Tani mund më japësh edhe ta tregoj kështu si tufun. Si tuf. Ja, shtyje, s'ka problem. Do të thënë, kjo është tufa e letrave që Ilir Meta ka dërguar nga qelia në burgu 313, mos gaboj. Po, nga izolimi politik. Tani izolimi politik e thoti se do të pyesë për këtë. Do të thënë, këto janë letrat që Ilir Meta i ka dërguar nga qelia. Do të thënë gjithë dhe për të qenë vetëm për paradita. Si për paradite? Vetëm paraditën kam këtë detyrë të shpërndaj. Pastaj ke filluar postiere. Po tani çfarë do bëjmë, në kushte regjimi jemi? Do të thënë gjitha këto i shpërndan ti shkon një nga një. Tek për tek dhe marr përshtypjet e tyre dhe raportoj. Këtë tani do doja unë që si është reagimi? Reagimi është jashtëzakonshëm. Domethënë, nëse një person dashamirës i president do bënte një vot, vetëm nga dashamirësia e tij, në moment që ai merr letrën, ai vihet në lëvizje për të bërë 10, 50, 100 vota dhe që unë t'ia përçoj presidentit këtë gjë. Tani, ai ka pasur marrëdhënie personale me këta dhe i ka njohur direkt. Por ka pasur, mund të ketë pasur edhe bashkëpunime, ka një personalitet, një emër i njohur, se me ata që pashun aty s'ka pa ndonjë emër të njohur, nuk njihet dikë. A ka ndonjë personalitet që ai ka dërguar letër dhe i kërkon votën? Po nuk mund ta them, ka shumë personalitete. Unë jam dëshmitare që i ka çuar shumë personalitete, edhe persona, kur them unë, socialist Qinkaraç. Jo vetëm mbështetësit të LSI-s dhe aty që i quajmë zona gri, po edhe socialist? Edhe socialist, të cilët ai ka bashkëpunuar, të cilët ai ruan një respekt dhe që janë socialist, nuk janë rilindas. Padyshim në shkon mendja që zoti Meta ka quar letër presidentit Mejdani. Nuk e di këtë informacion, po nuk... S'të ka rënë ty kjo? Mua nuk më ka rënë. Nuk të ka rënë. Do të ketë rënë... Kush shpërndan letra? Tedi Blushi? Tedi, po edhe persona të besueshëm që ai ka besim dhe që e di që i shkojnë letra dhe sigurohet që letra ka shkuar. Tani me 6.000 letra, do të një llogarit të thjeshtë, herë 2 vota po njërë, po familja them. 5 deri në 10. 5 deri në 10? Po tjerët mund bëjnë 100. Ka persona që bëjnë 100 që ma thanë dje mua, për shembull. Thuaj presidentit që do të bëjnë 100 vota. Ose dhe më shumë. Do të vetëm me 5 del 30.000. Sa vota i duhen Ilir Metës për të bërë deputet? 30.000. I duhen? 30.000. 30.000. Unë po themi objeksionin tonë. Do të thënë projeksionin tonë. Sa i duhet për të bërë deputet? Objektivi është 30.000, 40.000 vota do. Ky është objektivi, po jo, me kalkulime, sa duhet për që Ilir Meta të dalë deputet? Tani kalkulimin nuk e di, nuk e përcaktoj dot, sepse duhet të marrësh më shumë vota nga lista e... Kalkulimet që kam parë nga analistët në për televizione, në këto shifra, por ki parasysh që është një garë të lista e hapur, qoftë edhe një vot, mund të kaloj dikush tjetër. Që kështu padyshim që mobilizimi është shumë i madh dhe ai ka kërkuar... Por kjo është vetëm një, 30.000 deri në 40.000, domethënë 40.000 vota tek emri i tij. Erisa, të bëj një pyetje kështu të drejtë. Je bindur që Ilir Meta do bëhet deputet? Më i votuari në qarkun e Tiranës. Tani, me këtë do jetë më i votuari, tani të ulemi çik në tokë një herë, do të mos fluturojmë? Mos fluturojmë. Pse? Shiko tani, nuk po fluturoj, unë... Jo, mos fluturoj më, se po bëjmë bisedë. Tani, me këtë do kaloj Ilir Meta, Ilir Ali Mehmetin, Dhurata Çupin, Edi Tarxhin, Shpëtimi Drizin, Adriana Kalan, Digjerisën, unë e shoh... Myslimu Rizin, po them këta më të rëndësishme. Jorita Tabakun, apo Ilda Zhulali? Unë mendoj që... Sepse rezulton, më falë, për ta shpjeguar, nëse ne kemi zgjedhje të marrin të mirëqenë rezultatin e vitit 2021, që nuk është rezultati keqë, Partia Demokratike ka marrë 15 mandate në Tiranë. Që do të thotë, minus 12, ngelen 3. Nga këto 3, një është grua, mbeten 2. Pra, Ilir Meta duhet të jetë një nga 2 burrat meshkujt më të votuar në qarkun e Tiranës. Po nuk do të marrë 15 deputet.
Kush? Koalicionin Tiranë. Sa do marrin? 20 minimalisht. Po më ti thua edhe 30 për punë. Jo, unë them 20 sepse do marrin 20 Lisa. Po patjetër do t'i marrin sepse nuk ka asnjë arsye që qytetarët e Tiranës votojnë rilindjen që i vodhi me 5D, me incinerator, me kryetar bashkie të cilët kanë vjedhur taksat e qytetarëve të Tiranës, që shëmbi teatrin duke rënuar historinë dhe trashëgiminë kulturore, që kështu jo vetëm kjo, jo, nuk është fjalim. Flasim kalkulim. Është realitet. Unë has tek qytetarët të gjithë revoltën e tyre. Ka takuar qytetarët e gabuar. Jo, qytetarë si gjithë. Ke takuar ata të LSI-së, të Partisë Lirisë. Jo, kam takuar qytetarë të zgënjur dhe të revoltuar nga ky regjim. Duhet të jetë një nga dy zotërinjt më të votuar të listës së hapur. Tani. Që është shumë e vështirë më. Roland, ne na intereson së pari numri 1. Pra porosia e zotit Meta, numri 1 që është koalicioni për Aleancën për Shqipërinë Madhështore. Gjithë investimi jonë dhe gjithë shqetësimi jonë është absolutisht fletën e KQZ-s, fletën e votimit, se ajo e përcakton. Po, do me thënë numri 1 koalicioni i Aleancës për Shqipërinë Madhështore është një nga angazhimet tona më të mëdha dhe padyshim kontributi jonë që është tek zoti Meta. Pra çdo votë e zoti Meta është një kontribut padyshim i tij në Tani këtu frenojmë këtu me frenadore se të dy drejtorë makine. Nuk e shoh si unë e shoh konkurrencë pozitive. Unë uroj sa më shumë vota të marrin kandidatët. Çfarë konkurrencë pozitive mo? Aty po bëhet nami. Do zgjen me njëri tjetrin, no? Ne nuk e kemi këtë se ne jemi shumë të qartë. Jo, ju jeni fokusuar në Delimeda, po jeni koalicion, Elisa? Po patjetër, është një konkurrencë pozitive që i shërben numrit 1, këtë po flas. Pra të gjithë këto impenjime dhe angazhime të kandidatëve i shërben numrit 1. Tani kam një pyetje. Kjo është shumë e rëndësishme. Kam një pyetje teknike. Po. Si do ta gjeni Emrin Ilir Metës në këtë? Se kur pyeta Hilda Zhulalin, o Hilda, ku ta gjejmë tëndu? Jo, Hilda tha kështu, e shikon atë është në fund. Atë stemën atje tha, në cep të stemën sa jam unë, tha. Po mirë, thash, bata tjerë. Si do e gjesh Ilir Metën aty? Do dhe një, po themi një burri më shuar, zonjë më shuar, zotëri më shuar. Do rri një orë atje të gjej emrin e Ilir Metës? Tani, ne po i sqarojmë dhe kemi krijuar dhe kemi shumë fishuar fletushka që sqarojnë mënyrën e votimit për presidentin Meta. Pra, listën... 6.000 letrave u vini edhe në i fletushkë. Po, patjetër edhe t'i orientojmë, sepse zoti Meta është në listën e numrit 1 dhe është i vetmi që e ka emrin Ilir Meta. Që kështu është... Si është i vetmi që ka Ilir Meta? Po s'ka njeri tjetër me këtë emër, që kështu në momentin që thua njëshin dhe Ilir Metën, të gjithë e gjenë shumë thjesht. Se mund kishe 2 Ilir Meta e kishe fjallën ti? Po, këtë po them pra që i vetmi është ai, s'ka tjetër. Dhe është në rreshtin e parë. Dhe është e thjesht. Rreshti i parë... Mirë, mund t'ishe dhe në rreshtin e 11, nuk ka lidhja jo. Jo, njëshi, na ka rënë, ka do me thënje që ka rënë njëshi. Ajo ka qenë me short? Me short, po fati, që është i fati. Megjithatë, shikoj që në fushat, ju keni i favor që gjithë jeni fokusuar të një emër, të Ilir Meta, se ti e sigurti. Ka thënë deputet. Unë jam listë hapur. Mos u shtypi makina, janë deputetet. Jo, jam listë hapur. Unë të di blushit gjithë jemi listë hapur. Do t'je listë mbyllur, si listë hapur? Po, është do t'i Meta listë hapur, jemi gjithë listë hapur. Po, Elisa, ti e deputete, më unë po flasë me deputeten e re, do të legislaturës së re. Ti e shef juridikisht, unë e shof në mënyrë elektorale. Në mënyrë elektorale, unë jam në listë hapur. Je rritur tani politikisht tani, nuk jem Elisa 17 vjeçë. Po, i kemi kaluar ca faza. Në fushatën tuaj ka një veçanti këtë herë. Zoti Meta mbështetet edhe nga familja e tij që për hir të vërtetës zonja Kryemadhi është divorcuar nga zoti Meta. Mirë, po ajo është në fushat. Tani në fushat janë edhe fëmijë dhe këtu e kuptoj unë. Tani këtë se kam kuptuar ndonjëherë. Tani edhe divorcuar dhe del në fushat. Tani Monika tani ty nuk të do tani. As Tedi nuk e do. Tani si dilim fushatit tani këtë se kuptoj unë. Ne na bashkon të gjithëve Ilir Meta. Dhe përsa Ilir Meta është në listë hapur, unë mendoj që çdo angazhim i çdo personi që ka punuar me të, që ai ka dhënë një mundësi, që ai ka krijuar një marrëdhënie personale, por jo vetëm, mendoj që ka një detyrim moral, ka një afeksion ndaj zotit Meta si familja, patjetër që unë nuk do ishte anormale nëse familja nuk do ta mbështesë, dhe për mua është një normalitet kjo gjë, dhe besoj që të gjithëve persona të cilat mund ta duan erisën ose jo,
na bashkon Ilir Meta në këtë sfidë të jashtëzakonshme. Jo, Monikën që e bashkon? Po duhet ta pyesësh Monikën. Do ta kem në studio Monikën. Por ju komunikoni me zonjën Kryemadhi? Jo, nuk kam ndonjë komunikim, raport normal. Unë të falenderoj shumë për sinqeritetin, se kolegët e tu në këtë, po jo nuk ka rëndësi kjo, po ka rëndësi. Ka rëndësi që të shkeme të, se ju apo kërkoni vota për Ilir Metën. Unë jam shumë e fokusuar tek fushata për zotin Meta. Dhe pa dyshim që kërkoj angazhim, votën e gjithë secilit për këtë betejë shumë të madhe që ne kemi, që kështu për sa kohë jam e fokusuar këtu, nuk merrem me gjëra të tjera. Megjithatë, për ta mbyllur këtë diskutimin e kësaj, është një pyetje që juve të Partisë Lirisë që jeni në drejtim sot ju sikletos. Aty ndodhi një lëvizje sismike shumë e madhe, sepse u përjashtuan, u larguan që nga zonja Kryemadhi, Elona. Po kaloi ajo tani. Jo kaloi për ju, po jo për opinionin publik. Po jemi në fushat tani, nuk besoj që qytetarëve intereson më ai moment. Intereson çfarë do bëjmë ne për qytetarët. Andaj thashëm që shkon takon njerëzit e gabuar ti. Sepse të tjerë pyesin zonja. Po shumë mirë, le të pyesin edhe ne i sqarojmë sa mundemi, por jo, sa ka ndikuar kjo tani se partia në këto 20 ditë është vota për Ilir Metën. Partia e Lirisë arriti kulmin e saj me 19 deputet kur ishte LSI dhe ishte një forcë e madhe. Tani nga 19 deputet jeni të kurrë si ai te ai filmi tha sa ishte i madh topi dhe jeni bërë kështu tani. Tani e dëgjoj shumë këtë tezë edhe me të drejtë në disa raste unë kam qasjen time. Roland, nëse ka një parti politike që është linçuar, që është goditur, qoftë edhe me ndryshime kushtetuese, për të mos pasur këtë forcë politike në skenën dhe në skenën politike ka qenë Lëvizja Socialiste për Integrim dhe Partia e Lirisë. Dhe i vetmi i cili i ka rezistuar në këto 20 vite, se shumë kanë bërë parti të reja, kanë mbaruar zgjedhjet, nuk i kemi parë më, i vetmi që ka arritur të mbijetojë si forcë politike ka qenë LSI-ja dhe Partia e Lirisë. Në 2021 ne kemi marrë 120.000 vota, që do të përktheheshin në 10 deri në 12 mandate. Pra, nga 18 mandate, ke shkuar në 12 mandate, por dhe në ditën më të keqe ti ke pasur 90.000 vota, 100.000 vota. Pra, është një elektorat i cili mund të rritet, mund të zvoglohet për shkak të linçimit, për shkak edhe të një situate se nuk kemi në një liri apo në një shtet ligjor apo në një demokraci funksionale, por jemi në një regjim. Dhe mund të them që t'jeni të bindur që në zgjedhjet e 11 majit, vota e Partisë Lirisë për krahasit e zotit Meta dhe të kauzave tona, të 5 prioriteteve për luftën kundër shpopullimit, për arsimin, për bujqësinë, për Shqipërinë fuqi eksportuese e tjerë me radhë, do të mobilizohen dhe janë mobilizuar në mbështetje të koalicionit Aleanca për Shqipërinë Madhështore. Që kështu unë nuk kam të dhënë tjetër përveç 2021 për të llogaritur fuqinë elektorale të partisë që unë përfaqësoj. Që kështu ne do ta shohim në zgjedhjet që vinë edhe kontributin ton të madh në fitoren e 11 majit. Në analizën time, Lëvizja Socialiste për Integrim ka qenë një nga gjërat më të bukura të politikës në këto 35 vjet. Sepse u bë kingmaker dhe prishi hegemoninë dhe monopolin e dy partive të mëdha. Është vetëm me forcë që arriti këtë. Por e vërteta është, zonja Xhixhoj, që LSI-ja e famshme që bëri ato edhe me defektet e veta, arriti një kulm dhe sot nuk e ka atë fuqi. Tani ne duhet të themi reale. Unë kam presidentin në izolim politik. Po edhe kur ishte Iliri, kam fjalën. Po ku e mati? Po e mati se që nga numri i deputetëve që u katandisë. Po ta them pra, isha 120.000 vota, mora 4 mandate, ndërkohë që një parti tjetër me 30.000 vota mori 3 mandate. Pra sistemi mua më ka dëmtuar. Po pse la ta sistem? Se ju ishit në koalicion me zotin Basha. Jo, prit tani se ishte marrëveshja e 5 qershorit, u lan koalicionet parazgjedhore me bekimin e ndërkombëtarëve. Shkoi zoti Rama në mënyrë antikushtetuese të njëanshme. Ju po flisni se s'keni bërë asnjë gabim në jetën tuaj. Jo, patjetër që kam bërë gabimet, kemi reflektuar, i kemi pranuar, po flas për një sistem
i cili nëse lejon të koalicionet para zgjedhjeve në 2013, nuk ta lejon koalicionin para zgjedhor. Dhe për këtë arsye unë jam bashkuar në një listë me Partinë Demokratike për të maksimizuar forcën e opozitës dhe për të mos shkuar asnjë vot dëm, sepse interesi më i madh i joni është rotacioni politik në 11 maj, sepse 12 vite janë më se mjaftueshëm, ka abuzime pafund, nuk ka llogaridhënie. Ti shife këtë fushat. Nuk të del një deputet i Partisë Socialiste përballë. Dhe kjo është fatkeqësi. Nuk të del kryeministri të japi llogari për 12 vite. Për ujin e pishëm, për legalizimin, për korrupsionin galopant dhe gjitha me radhë dhe nuk ka asnjë program. Të vetmin që program që ka është kopjon programin ton të Aleancës për Shqipërinë. Kopimi tani nuk do mbetet tani për të kopjuar, po ndjeni Elbasan nuk kam program se unë do fitoj. Ndjeni përgjegjës së ishit ju që sollte Edi Rama në pushtet në 2013? Po, dhe mund të kthehemi në kohë. Me që je edhe shumë i kujdesshëm me historinë, të them kushtin që i vendosi Ilir Meta atij koalicioni, që ishin 3 ligjet e procesit të integrimit, qarku i Fierit, etj. Me radhë, të cilat nuk hapnin dritën jeshile për procesin e integrimit apo për statusin e vendit kandidat të Shqipërisë. Ishte ky kusht që zhbllokoi gjithë atë proces. Padyshim në qeverisjen e pam kanabisimin e vendit dhe kemi deklaruar fuqishëm në vend. Po prap kur isha u shkëputa unë 2017, unë mund të rria shumë komod. 4 vjet? Po 4 vjet unë e fola, i thash, koncesionet duhet bërë me ligj. Ore pse s'bët një akt, unë dorëzoj mandatin dhe iki. Dorëzoni qeverinë, ministrinë dhe ikni. Ju se bët asnjëherë këtë. Jo impulset e këtij, impulset e atij, jo rritjet e këtij. Tani jemi në një moment tjetër politik edhe jemi në një përballje tjetër. Më kishe marrë malli për një intervistë me Erisa Xhixhan dhe vjen mirë. E shikoj që duhet të më thrasësh më shpesh. Edhe po tani këtë arsye do ta them më pas se je ti gabim këtu, por mirë e pranoj. Jo do ta them se ka pas një gep aty, po jo, ka pas një gep në këto 4 vjet, po do ta them pastaj. Dhe ju mund bërit një akt. Po pra, dhe në 2000 Jo, akt publik, unë dozoj mandatin, unë dozoj ministrin, për këtë arsye, kanabizimi, se bët Erisa. E kemi kundërshtuar publikisht. Dhe në 2017 ndje di shumë mirë sa është përgjëruar Edi Rama që ne të ishim koalicion me ta. Ke deklarata pa fund Edi Ramës që donte të ishte në koalicion dhe ne vendosëm ne mund të ishim shumë komod pra. Jo, unë do doja të ishim në koalicion. Po jo, unë do doja të ishim në koalicion, sepse në një farë mënyre, jo, do bëni një kontroll nga brenda qeverisë, nga brenda majorancës. Donte timonin tepsim vet pra. Tani, zonja Xhixhan, unë ju njoh. Se ishte shumë komode për ne ta vazhdojmë. Po, ndoshta edhe në një gjë nuk e njoh, po publiku edhe mund mos i njohë. Si prezantohesh tani? Kush është Erisa Xhixhan? Erisa Xhixhan është mamaja e Nikolit edhe Henrit në radhë të parë. Të turoj shëndet dhe jetë kënë fëmijët. Padyshim jam pedagoge në fakultetin e drejtësisë. Ju jeni diplomuar për jurisprudencë në Universitetin e Tiranës, në fakultetin e drejtësisë dhe jeni edhe pedagoge aty. Po, vazhdoj ende të jem, edhe pse jashtë. Edhe si deputete dhe jepni aty prej sa vitesh mësim? Që në 2008. Do të thënë, Erisa, po mendoj kështu që nëse ti nuk do ishe futur në politikë, ti do ishe prokurore në SPAK sot? Jo se kam dashur asnjëherë prokurorin ose magjistraturën. Kam dashur avokatin gjithmonë. Ati do të thënë ti do kështu avokate. Do të thënë po themi jo akrobate, po avokate. Jo avokate. Atë kam pasur si vokacion, do me thënë, e kam pëlqyer si punë përballjen, debatin, marrjen e çështjeve, një studio ligjore. Të mbrosh viktimën, të mbrosh ata që kanë nevojë për mbrojtje. Ndoshta e kam edhe vokacion këtë gjë, atë e kisha bërë si plan jete, pavarësisht se rrjedha e jetës. Baba juaj më fort pak për familjen tuaj, prindit tuaj, sepse edhe baba juaj është një figurë e njohur. Po. Babi ka qenë gjithmonë në mbështetje, edhe pse në fillim nuk ka qenë pro angazhimit tim politik, mamaja ka qenë më në mbështetje. Jo, më fol edhe me emër, kush janë prindit e tu, që pra ta që ta ndjekin, edhe si njohë, se unë i njoh. Babi im, Piro Xhixhan, një inxhinier telekomunikacioni, një jetë, i cili ka dhënë shumë për këtë vend, edhe unë e vlerësoj për gjithë investimin e tij, por edhe kulturën e punës, të respektimit të ligjeve dhe institucional siç ai ka qenë. Dhe është dhe mami notere, duke pasur një studio. Mamaja si quhet? Lulieta Xhixhan.
Spahiu, se i mban të dyja. Po? Mami ka qenë gjithë jetën notere, gjithmonë në edukimin që ajo na ka dhënë është që për të kemi edukim edhe pavarësi ekonomike. Po, nga mami dhe studioja që kishte mami, unë mendoja që do të vazhdoja aty punën. Edhe si, po. E kishe kështu si ëndër? Jo, çështjet e avokatisë dhe më pas në një moment, sepse mendoj që noteria vjen në një moment moshe më të madhe. Çfarë thonë prindrit që ke bërë mirë që jenë politikë? Thonë ndonjëherë, jo mamë, mos u merr me se ky kështu, të bëjnë pisë, të gjuajnë, të masakrojnë, të shajnë. Patjetër. Ata janë më të ndjeshmët sepse Landi duhet kuptosh që jam e vetmja në FIS që jam angazhuar në politikë. Domethënë nuk kam asnjë person tjetër të angazhuar në politikë. Babi ka qenë kundër për vetë mentalitetin në cilën dhe betejën shumë të madhe që është politika, duke njohur dhe karakterin tim. Mami ka qenë më e guximshme, ajo mami, edhe në momentin që diskutoj që unë do të garoja për zgjedhjen e kryetares së LRI-s, se jam zgjedhur atëherë në 2005-ën, unë kam qenë 18 vjeç, 18-19 vjeç. Se më dukeshe e madhe atëherë moti? Jo, ma, ku e madhe? Po jo e madhe kuptimi me atë energji, me atë mënyrë se si bëhe. Lërë ato pasaj kur ishin, në cilin vit ishte 2011-ën të 5? Po, të 1:05. Që rrinim telefon deri në 3 mëngjesit, sa vota, me numërimin e te zgjatur, të Vasil Shanta. Më dukeshe e madhe atëherë për gjërat... 24 vjeç kam qenë. Sa? 24 vjeç. Aty të ajo gara? Jo, mua më dukeshe shumë e madhe. Tani, do më e madhe si figurë politike më dukeshe atëherë, se sa tani me fëndre. Interesante. Sepse ishte një ngare fort aty që u bë strumullari i atyre zgjedhjeve. Po, aty u fitua ajo bashke. Edhe ka qenë një sfidë shumë e madhe, majoritare. Edhe kush fitoi? Edhe kush fitoi. Një mos mirënjohës. Jo, një mos mirënjohës, po keni faj që ç'kemi të Risa. Po dëgjoj Risën, tani kur nuk e ti jep një mundësi dikujt dhe mendon që do bëj disa gjëra të mira. Në që nuk bën, patjetër që zhgënjesh si shumë të tjerë. Keni ca faj juve, keni ca faj. Tani më ke thirrur të më përmendësh fajat. Apo të më përmendësh zgjedhjen. Unë nuk kam thirrur të bëj ceremoni dasme, Risa, tani këtu sigurisht që I kemi pranuar dhe kemi reflektuar, padyshim. Tani, bashkëshorti yt? Po, Enea kam një jetë me të që kur kam qenë studente. Mos më thuaj që ka qenë jeni lidhur aty në LSI aty. Po, në një farë mënyrë është bërë një aktivitet partie, shkas për njohjen. A i mbështese LSI-n? Po, babai vetë ishte në organizatën time të partisë, po unë se dija që ishte babai Enea. Do me thëmë besnikun, unë e njihja shumë më përpara, se ka qenë kandidat në 2005 në Dibër për Lëvizjen Socialiste për Integrim, edhe vllajnja njihja, ky nuk angazhohej. Ka qenë një aktivitet në Spanjë, internacionalen socialiste atje. Dhe atje unë njojtëm. Dashuri spanjolle, kështu, romantike, kështu, e? Po. Dhe me çfarë merret Enea? Enea është stomatolog në profesion, merret me biznesin e vet, familjar, të cilën e ka ndërtuar prej vite. Risa nuk ka thënë njërë Risa boll me këtë politikë, se na vdiqe. Fytë vërtetën tani, mos? Dgjoj, ja kam thënë dhe vetës, nuk është se ma ka... Po patjetër, ka pasur momente, po të thëmë 2011, kur unë humba, pavarësisht se u fitua bashkia, po emri im humbi dhe unë humba përballë majoritarin 2011, që padyshim unë e përjetova jashtëzakonisht shumë. Dhe ishte ai moment që unë vura në pikpyetje, a duhet të vazhdoja apo jo të merresha me politikë. Po pse u zhgënjeve? Pse u demoralizoi? Po kur e mendoj tani që jam më e pjekur edhe më e rritur, them që dëgjoj është i garë. Humb, po fiton një eksperiencë. Si kam të drejtun që atëherë më dukeshe më e madhe, sepse bëhe gara të mëdha. Patjetër. Tani nuk e di tani, tani listë mbyllur. Tani jam listë hapur. Ta thash. Ti je në listë mbyllur, Risa. Por jam në listë hapur në mënyrë faktike. Regjia, të lutem më marr regjia se ma hoqi trurin Risa Xhixho. Zgjidh edhe një herë fletën e keqëzës të lutem. Ore, po të jap logjikën politike. Jo, la logjikën politike se na ngatrojnë tani ata. Ka presidenti në listë hapur si mundet. Një, koalicioni Partia Demokratike Aleanca për Shqipërinë Madhështore, PD, ASHM, Sali Berisha, kandidatët. Numri 9, Risa Xhixho, mos thuaj që janë në listë hapur. Unë po them partia dhe gjithë ne jemi në listë hapur sa kohë është presidenti. Tani unë po ta sqaroj
Se ata që dëgjojnë unë jam në listë hapur thonë. Jo, ne kemi presidentin listar, unë jam listë mbyllur për shkak sistemit. Për shkak sistemit dhe një marrëveshje që është bërë me Partinë Demokratike. Në qoftë se nuk do ishe futur në politik, ti tërë jetën do bëje këtë jetën akademike në fakultet? Botën akademike, jo, do isha investuar edhe më shumë në profesion, në avokati, në studio ligjare. Përveç padyshim anës pedagogjike që unë e dua shumë, edhe për këtë arsye shkova edhe në Londër që bëra një master në Queen Mary University of London, që ka qenë një eksperiencë jashtëzakonshme për mua. Pra, e kam parë investimin në edukim, një investim të vazhdueshëm dhe është një pasion që unë e kam. Kjo është dhe një nga arsye pse çështjet e arsimit unë i ndjek me shumë përkushtim dhe është një nga kauzat e mia të mëdha, se mendoj që investimi në edukim është investimi më i mirë që mund t'i bësh kombit tënd dhe padyshim që kjo ka bërë që unë të investojmë dhe po të kishte mundësia, do të kisha bërë edhe një master tjetër, domethënë, nuk do të rreshtja së investuar në edukim. Zonja Gjigjo, ka përplasje të mëdha të partisë ku adoroni dhe të koalicionit me SPAK-un, një strukturë speciale që është ngritur si institucioni i reformës së drejtësi, dhe madje zot Berisha thot në datën 12 maj do ta shkrijë. Ky ka qenë i premtimin ti, pavarësisht se pastaj ka thënë do ta reformoj. Cili është qëndrimi yt personale dhe si juriste për SPAK-un dhe reformën drejtësi, dhe pastaj si politikane, si zënës presidente, se me këtë zënës presidente Erisa, pa zënës presidente. E mërë shumë i madhe. Por ti e aq modeste dhe nuk të bëjmë përshtypje. Jo se s'më bën përshtypje, unë mendoj që padyshim që është një privilegj nëse ti ke një pozicion në parti dhe është detyrim, është një përgjegjësi. Por karrika, unë them, sot shkon e vjen, është personi i cili e bën jep fuqi asaj dhe çdo gjë tjetër. Për SPAK-un. Atëherë, reforma në drejtësi, padyshim e mbështetur shumë. Unë kam qenë zëvendësministre në atë periudhë, kam mbështetur jashtëzakonisht shumë dhe personalisht ishte një nga reformat i cila e duaj vendit. Çfarë ndodhi me zbatimin e reformës në drejtësi? Nga një reformë kushtetuese, po të marr rastin e parë të shkeljes kushtetuese që ndodhi me prokurorin që u zgjodh me 69 vota, nga 84 që parashikonte kushtetuta, me betimet e lana që përfundoi gjykata kushtetuese, me vakumin 3 vjeçar të mungesës së gjykatës kushtetuese, pra me një problematik shumë të madhe, derisa sot ke 150.000 dosje stok, të cilat presin drejtësi qytetarët, sepse jo të gjithë kanë 1% ka çështje penale të hasura nga qytetarët, shumica kanë çështje familjare, kanë çështje pronësore, dhe 150.000 dosje ku një qytetari duhet 15 vite për të marrë drejtësi, do të thotë që kjo drejtësi dhe harta e re gjyqësore ka dështuar, sepse qëllimi kryesor i reformës drejtësi është që qytetarët merrnin një drejtësi të shpejtë dhe me integritet të pavarur. Si është mendimi juaj për atë temën? Dhe për sa i përket prokurorisë dhe SPAK-ut, unë mendoj që ka vepruar në shumë raste me 2 standarde dhe është përdorur fatkeqësisht si një armë politike kundër kundërshtarëve politik. Si vërtetoni këtë? Nga rastet konkrete që ne kemi, qoftë me doktor Berishën, qoftë me presidentin Meta, që sot që flasim, siç e thash, nuk ka asnjë akuzë penale dhe nuk kuptohet pse nuk lihet në liri zoti Meta, por edhe mënyra e arrestimit ishte në mënyrë banditeste, si një rrëmbim komplet në shkelje të... Shefqet Muçi, e kam pasur këtu, ka thënë ishte i turpshëm dhe i frikshëm dhe i turpshëm. Pikërisht. Domethënë, jo vetëm në shkeljet kushtetutës, Konventës Evropiane Drejtave të Njerëzit dhe çdo gjë tjetër, dhe kur kjo i ndodh presidentit, ish presidentit Republikës, ish kryetarit kuvendit, ish kryeministrit vendit, imagjinoni çfarë ndodh me qytetarin e thjeshtë. Dhe nga ana tjetër, po të marr rastin e inceneratorëve që ne kemi denoncuar si parti politike me kallëzime konkrete, edhe sot që flasim, nuk shkon ndëshkimi tek kryeministri Rama, i cili ka dhënë 17 vendime në një ditë dhe miliona e miliona euro të taksave të qytetarëve janë djegur në inceneratorin e Tiranës dhe në inceneratorët e tjerë, dhe nuk shkon përgjegjësia tek ai i cili ka dhënë urdhrin politik dhe do duhet të ishte përpara drejtësisë dhe të mbante përgjegjësi. Dhe përdorimi me 2 standarde, kur vjen puna, dhe këtu po të marrë rastin Çurbe. Rasti Çurbe, deputetit i tha hiq mandatin edhe vazhdo procedimin. Në aspektin teknik, nëse Meta fiton mandatin, lirohet?
Po, ka një precedent. Zotit Haklaj. Po, ka një precedent. Në momentin që merr mandatin nga Komisioni Qendror i Zgjedhjes, sepse ai sipas që e certifikon, ai quhet momenti i fillimit të mandatit. Zakonisht pak a shumë kur certifikohet? Po, brenda një muaji sa mbaron numërimi. Një muaj, domethënë ju jeni duke thënë që mbas po themi 11 qershor bëhet certifikimi dhe në atë moment del zoti Meta? Po. Zoti Meta duhet del. Po, në momentin që certifikohet. Nëse ai fiton deputet. Po, sipas precedenteve që janë në fuqi. A ka ekziston ndonjë kështu që ta pengoj? Nuk ka asnjë fuqi sepse në 11 maj do të çlirohet Shqipëria. Dhe për sa kohë do të çlirohet Shqipëria? Shqipëria 28-29 dorë. Do të çlirohet nga ky regjim, se unë mendoj që jetojmë në një regjim. Siç më kushtuar, edhe s'dia gjë. Po si pushtim është. Ky regjimi që thua ti, ky regjimi që thua ti, ju e keni sjellë në pushtet, ë? Po, dhe u largua me vedi të plot për të qëndruar përballë këtij regjimi. Dhe jemi në një betejë frontale me këtë regjim. Pra në 11 maj jo vetëm do të çlirojmë Shqipërinë, ekonominë, sjellim më shumë mundësi për të rinjtë e treja, që janë larguar nga 1 milion shqiptar, të krijojmë politika konkrete për çiftet e reja, se të blesh një apartament në Tiranë ka një kosto të jashtëzakonshme. Prandaj ne mendojmë që modeli hungarez mund të kishit bërë këto. Zonja Xhixho, do t'i bëjmë. 30 sekonda në 11 majit. Deri në 1 minutë, pse duhet vetojnë Erisa Xhixhon dhe Ilir Meta, se ti do bësh për atë, jo Erisa Xhixhon. Patjetër. Dhe partinë tuaj ose koalicionin. Te kamera këtu për zgjedhësit tuaj. Unë mendoj që zgjedhjet e 11 majit janë zgjedhje historike dhe secili prej jush do duhet të bëjë një analizë të kësaj keqeverisje ka vuajtur në korriz, qoftë çmimet e larta, qoftë korrupsionin galopant, qoftë largimin e një prindi, e një tafërmi nga familja e tyre, qoftë rënimin e sistemit shëndetësor, që kjo qeveri erdhi me shëndetësi falas, apo sistemin arsimor, ku ne si prindër nuk kemi më siguri në shkollat tona. Është një vot ndëshkimi që duhet shkojë në 11 maj, por edhe një vot pro një programi konkret që ne kemi për të zgjidhur të gjitha hallkat e çdo sektori në vend për të çliruar ekonominë, për të ulur taksat, për ulur çmimin e karburantit, çmimin e energjisë, për të fuqizuar shtresën e mesme dhe për të mos pasur një ekonomi që funksionon vetëm për 5 oligark dhe jo për 95% të qytetarëve. Ndërkohë që vota për numrin 1 është një vot për ndryshimin e domosdoshëm që ka nevojë sot Shqipëria për kthimin e shpresës dhe premtimet e mbajtura. Vota për Ilir Metën është një vot për garanci për demokraci, ai do të vazhdojë betejën e tij për listat e hapura në kuvendin e ardhshëm dhe padyshim për të bërë realitet programin e Aleancës për Shqipërinë Madhështore, për të vënë në jetë atë program i cili është në qendër vë qytetaren dhe jo klientët pranë qeverisë. Është shumë e rëndësishme të votojmë në 11 maj. Është një mundësi për të votuar ndryshimin, për të analizuar dhe për të ndëshkuar këdo që nuk ka mbajtur premtimet në këto 12 vite. Faleminderit. Zonja Xhixho, të falenderoj për intervistën. Faleminderit ty. Ishte një nga intervistat më interesante. Edhe unë të falenderoj sepse keni dhënë disa lajme njerë, pasaj mesazhet po më gëzuat shumë me ato letrat që koincidencë shumë e bukur. Po tani kemi një kështu ne gazetarët, lajmi shkon te ai që kërkon. Patjetër. Të nderuar televizionistë, ndoqët një intervistë me Erisa Xhixhon, zëvendës presidente e Partisë së Lirisë. Qëndroni gjithmonë me Dekalog dhe Dritare TV, kemi intervistë më njëherë mbas pak.